Një aksident automobilistik ndodhi mes ditën e së mërkurës në njësinë administrative Velipoj. Ngjarja është regjistruar fare pranë shkollës nëntëvjeçare të Velipojës, ndërsa në aksident janë përfshirë 4 persona me 3 automjete. Policia në vendin e ngjarjes bën me dije se fatmirësisht vetëm 2 nga personat e përfshirë në aksident e kanë patur të nevojshme ndihmën mjekësore. Ata po kurohen në Spitalin Rajonal të Shkodrës jashtë rrezikut për jetën. Çdo gjë ndodhi në një kthes rreth 500 metër larg qendrës së njësisë administrative. Burimet nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se automjeti tip Fiat me targ AA 514 IM po udhëtonte drejt plazhit të Velipojës, ndërsa automjeti tjetër tip Renault me targ AA 545 RA po kthehej drejt qytetit të Shkodrës. Dëshmitarët bëjnë me dije se ka qenë një parakalim i gabuar i cili shkaktoi përplasjen e këtyre 2 mjeteve. Ndërkohë në aksident është përfshirë edhe një mjet transporti me targ Sh1398D, i cili po udhëtonte drejt qytetit të Shkodrës. Policia mbërriti në vendin e ngjarjes dhe po kryen veprimet e nevojshme për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij aksidenti. Ndërkaq për rreth 1 orë aksi pranë qendrës së njësisë administrative u bllokua plotësisht. Automjetet përdorën rrugët dytësore për të lëvizur nga të dyja anët.